Vjedhjet e pandalshme të fondeve publike në Shqipëri kanë hapur punë edhe Brukselit. Pas ndërprerjes së fondeve për fermerët, Bashkimi Evropian ka vendosur të ngrijë financimet edhe për një tjetër komponent të rëndësishëm të ndihmës për Shqipërinë. Këtë herë bëhet fjalë për sektorin digjital, por arsyeja është e njëjtë, korrupsioni. Tre burimet pavarura i thanë Kapitalit se vendimi për të ndërprerë urgjentisht financimet e agjendës digjitale për Shqipërinë është marrë pas shpërthimit të aferës Akshi. Të njëjtat burime bën të ditur se Komisioni Evropian ka njoftuar zyrtarisht qeverinë shqiptare për ngrirjen pa afat të financimeve me argumentin e mbrojtjes së interesit të taksapaguesve të Bashkimit Evropian. Ky i fundit financon sektorin digjital në Shqipëri përmes një sër programesh. Në verën e këtij viti, qeveria shqiptare miratoi marrëveshjen e financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave dhe Komisionit Evropian për programin operacional shumëvjeçar për ekonominë dhe shoqërinë digjitale në favor të Republikës së Shqipërisë për periudhën 2024-2027 në kuadër të instrumentit të asistencës së paraantarësimit. Programi Ekonomia dhe Shoqëria Digjitale ka një buxhet prej 44 milion eurosh, nga të cilat 30 milion financohen nga Bashkimi Evropian. Këto fonde tashmë janë të ngrira. Një tjetër instrument përmes të cilit financohet sektori digjital është kuadri i investimeve për Ballkanin Perëndimor. Përmes këtij kuadri, Bashkimi Evropian financon programin e pajisjes së 600 shkollave të vendit me laboratorët Smart. Ky projekt ka një kosto prej 44.3 milion eurosh, nga të cilat 14 milion financohet me grant nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë që financimet për agjendën digjitale janë pjesë edhe të ashtu quajtur plani i rritjes, ku BE ka angazhuar të financojë 6 miliardë euro për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për këtë arsye ende nuk është plotësisht e qartë se sa është në total paketa e fondeve që BE ka vendosur të pezullojë për Shqipërinë, por ky është rasti i dytë ku Bashkimi Evropian detyrohet të ngrijë donacionet për Shqipërinë për shkak të korrupsionit qeveritar. E gjitha kjo po shndërrohet thuajse në një garë ku qeveria vjedh parat pa dallim prej ardhjeje, ndërsa BE bllokon fondet për të mbrojtur taksapaguesit e saj. Ajo që mbetet për të parë tashmë është se cila nga palët do të lodhet e para, ndonse pala e parë nuk ka gjasa të heqë ndonjëherë dorë.